Përshëndetje të nderuar miq të kanalit tonë Bletaria Shqip. Sot po paraqitem me një epizod të re në kosherën numër 5, 365 ditë në kosherën numër 5. Dije se kanë kaluar mjaft ditë, të cilët nuk jemi paraqitur me emisione të reja sa i përket kësaj koshere, por arsia e vetme ka qenë një e para që koha nuk na ka mbajt fare. Do të thonë gjithmonë ka qenë me frim, me shi, me frim, me shi. Dhe besoj se nuk ka pasur nevojë edhe për që nga kontrolli i fundit që ne kemi bën, nuk ka pas nevojë që ta bëjmë kontrollin pasi që e përgatitëm neve ato veprimet që të dashmi bën te koshera numër 5 i banëm. Tash pas 35 ditëve ne prapë po paraqitemi me një epizod të re dhe të shohmi se çka ka ndodhur me këtë koshere, të shohmi a ka mjalt për të marrën apo nuk ka, nga se ky vit ka qenë jashtëzakonisht i keq për bletarët, po mendoj në zonën tonë, cilën kemi qenë në fush. Gjithandej ka qenë. Po, gjithandej, mirë po, ne kemi pa bajagisi shumë krizën në këtë vit. Do të thonë, mjalt ka pasën jashtëzakonisht pak. Kështu që të shohmi edhe kjo koshere çka ka ndodhur me ta, dhe pa humbur kohën po fillojmë ta shohmi hap pas hapi dhe pastaj e komentojmë se çka ka ndodhur. Pajtim, fillojmë. Përshëndetje, vazhdojmë me kontrollin e kolonisë, siç tha dha Lili, pas 35 ditësh. Koha nuk ka qenë absolut në favor të bletave këtë vit në përgjithësi, sidomos zonat në fush, zonat e ulta. Kurse ato që janë, domethënë në vjeshk, mbi 1200 ose 1500 metër, lartësi midetare ka kullos të mirë, kështu që na kanë njoftuar shokët, kena pa nëpër video, nëpër foto të ndryshme, se kanë pas me rezultat jashtëzakonisht mirë. Zona domethënë në fush ka mbledh kolonia vetëm për nevojat e veta, bile dhe një as për nevojat e veta. Koshera numër 5, thuaj se nuk ka mbledh shumë mjalt, ose më thon hiç fare. I ka konsumu mjaltin e bagremit. Halil më thon më saktë ka konsumu komplet. Sepse ka qenë, siç e dini, gjithë ka qenë një koloni shumë e fuqishme. Po jo rastisht edhe ne që nga fillimi i episodit të parë ju thamë se ka mundësi që të ndodhë të papritura në kosherën gjatë vitit. Kështu që neve e kemi përmend këta dhe gjitha risi, gjitha ato mund t'i shihni se kjo është një nga e papritur. Domethënë, gjitha ajo koloni e fuqishme nuk ka pasën mundësi të grumbulloje mjalt. Kjo është për të ardhur keq. Nuk kemi asnjë kilogram mjalt, so e njëjta mashtë. Nuk është problemi se bleta është e keqe, po problemi është se viti ka qenë ashtu i atill, nga se mbas disa ulëmtimeve që ti banëm me pajtimin, thamë si ka mundësi e njëjta bim të ekzistojë gjatë tan vitin, edhe vjet, edhe si vjet, por si vjet nuk ka nektar, e vjet ka pas shumë. Dhe ardhëm në përfundim se vetë bimët kanë pasën trauma dhe nuk kanë pasë nga, domethënë, luhatja e kohës, ju ka shkaktuar trauma dhe nuk kanë dhënë nektar të bollshëm. E njëjta bim, por Halil thoya se gjithë kornizat janë njëjtë. Ju po e shihni se mjalt mund të themi se nuk ka fare. Ka veç për nevojat e vet. Ja, është minimalistike çka. Ja, dhe këto. Ja, shihni. Është nektar po gjitha i hapur. Domethënë ka nektar, po por vetë viti ka qenë shumë i dobët. Edhe pesha e ka të vita shumë e dobët. Ju e keni pa, domethënë, ku e banëm edhe ndarjen me rjetin, por edhe kjo kolonia Halil duket shumë pak mis, hiç nuk ka çuditshme se ka mund të rojise. Nuk është e çuditshme. Ka mundësi. Shife numri i bletave sa është i vogël? – 35 ditë pa kontrolluar. Fillojmë pit te korniza numër 1 që ka ndodhur. 0. Polen. Halil kjo koloni pas ka ndodhur diçka, ama çka nuk e di. Tash ta shohim të zbulojmë. Numri është shumë i vogël i bletëve.
polen, zero mjalt. Zero ushqim, pjellje, ushqim, mjalt, zero. Jam retresha, nuk ka rojit kolonia, vetë se ka ullë domethënë intensitetin e pjellshmërisë si rezultat i mungesës të madhe të nektarit, sidomos edhe polenit. Mbretëresha është e njëjtja me ngjyrë siç e keni parë në epizodet e tjera. Numri i madh në fillim, domethënë bani me dishun mos ka ndonjë një rojitje e vonshme, ama jo. Domethënë është stagnim i pjellshmërisë së mbretëreshës si rezultat i mos pasjes së ushqimit të bollshëm. Po, se edhe polen nuk ka mjaftueshëm. A e dim se poleni janë një prej faktorëve kryesor për ta nxitur pjelljen? Ja. Realisht të duhet të ishin me mjalt kurorat, po s'kan. Nëse atë pjesë e kanë fokusuar në alt, si rezerva. A shef? Kjo është për të ardhur keq. Nuk e di çka është problemi i këtij vitit, po na vetëm një problem e kemi detektuar, ndoshta ka edhe faktor tjerë, nuk e di. Me vezë treja, larva, ushqim zero. Kati i parë tash për tash më ushqim është zero. Minimalistike, polen. Pjellje. Gjithë kornizat thuaj se të ngjashme janë. Vetëm po e shohim se janë të ngjashme, nuk kemi nevojë edhe shumë, domethënë me hinë në detaje, vetëm formalisht Po jo vetëm se i mbarum, nxjerrim gjitha kornizat, edhe besoj se neve duhet ta ndihmojmë këtë koloni me ushqim, spaku të ketë rezerva për dimër, dhe ta trajtojmë për varro. Besoj që janë koha tash edhe e trajtimit. Do po dishej për një larvë të infektuar me askosferoz. Besojmë që jo. Edhe një prej elementeve alil, askosferoza këtë vit ka qenë fenomen gjithandej. Më kanë shkruar disa bletarë se ju kanë infektuar bletet me askosferoz. Si duket edhe kjo është një prej faktorëve lagështia ose diçka tjetër. Lagështia, koha jo stabile, ka qenë koha e ftoftë, lagështi ka pasën të bollshme, dhe nuk kanë pasën mundësi, domethënë me ikën edhe infeksioneve. Para mendoj edhe kornizat e skajit s'kan mjalt. Çfarë krize? Domethënë kornizat e skajit që zakonisht bletet i mbajnë mjalt, nuk kanë mjalt. Në katin e parë, në katin e pjellës po foli. Definitivisht, pajtim duhet neve ta ndihmojmë këtë koloni. Tash për tash jo, për shkak se i ka rezervat nalt. Normal, po për ta nxjerrë edhe dimrin. Apo Për sigurisht. neve s'ka, Jo, jo. spaku. Shefe korniza s'ka të bosh. Kjo është fenomen. Kjo është për të çudit. Kjo është domethënë. Kjo ndodh në bletari, nuk duhet më dëshpëru. S'ka dëshpërim. Pavarësisht se bletari mund të domethënë dëshpërohet, demotivohet, ama vazhdon, po na Është një vazhdon. faktor demotivues, mirë, po gjithmonë duhet kemi motiv për të vazhduar më andej. Halil, kësaj nuk ka nevojë edhe rrjetën t'i vendosin. Po. Ajo çka mund të bëjmë është ndrrimi i katëve. Pjellën ta fokusojmë lart, të bëjmë trajtimi për varroa, edhe me këtë koloni mund mos ta prekim mas një muaj. Do të bëjmë trajtimin me shrita organik. Pa pas nevojë të nxjerrim në kamerë, sepse kjo i bie reklam për prodhuesin e preparatit. Kështu që na vjen keq se nuk mund ta publikojmë emrin, thjesht po ju tregojmë se do ta trajtojmë me shrita organik. Ka
domethënë shumë të ndryshme. Ajo që do të bëjë Alil, është do të bëjë ndrrimin e katëve. Dikush pyet pse. Kolonia të filloj përgatitjen e saj në katin e dytë dhe rezervat që vinë të shkojnë lart në pjell, mos si deponoje, mos si rezerva, domethënë ushqimore në katin e dytë, për arsye se këtë koloni do ta dimrojmë vetëm me një kat. Kështu që prej tash po fillojmë përgatitjen. Po të kishte qenë e mbushur me mjaltë kishim nxjerr. Sepse zakonisht çdo vit mjaltin e nxjerrmi këtë kohë 10 korrik, maksimumi 20 korrik. Këtë vit kemi vetëm disa koloni që kanë mjalt. Kështu që tash do bëjmë ndrrimin e katit. Ndrrimi i katit bëhet shumë kollaj. Siç e kemi bën pranver, rakada, tash bëhet një rakada. E largojmë katin. Do të thonë katin e poshtëm e vendosim lart dhe katin lart çka është e vendosim poshtë. E hekim rjetën edhe e lajmi të qetë. Rjetën s'ka nevojë sepse mbretëresha nuk zbret poshtë për të bën vezë. Edhe me bën vezë bëjmë në rakada ose manipulimin, kontrollin e radhës që mund ta shohim në videon tjetër. Por rjetën s'ka nevojë, thash se lëm mbretëreshën të lirë, edhe po ta lëm nuk prish punë. Nëse lëm rjetën thjesht e kemi nën kontroll mbretëreshën. Që mos shkoja në katin e poshtëm. Po nuk shkon, sepse ashtu është i kishte thuajse të bllokuar me gjithë qeliet me nektar të freskët. Halil, sa i përket i kontrolli, ishte me kaq? Jo, vetëm trajtimin ta shohim se si po bëhet edhe po e ndërpresim pak videon. Po, dhe vazhdojmë pastaj se si do të bëhet trajtimi trajtimi do të bëhet me shiritat organike. Vendosim shiritat organike. Po shiritat organike kena fol në episode të tjera që mund ta shohin në kanal në video. Po. Nuk ka në këtë epizod besoj që s'ka nevojë ta bëjmë ata, mund të kërkoni në kanal, domethënë trajtimi i kolonive për varrova. Me kaq që mbyllim. Ajo çka vjen prej Zotit jemi të kënaqur. S'kemi, domethënë ndonjë ndryshim tjetër që mund të bëjmë. Patjetër që po, jemi të pajtuar me gjithë taktimet. Unë ju përshëndes dhe shihemi në episodin e radhës në kosherën numër 5. Patjetër. 365 ditë në një koshere dhe ju e patë edhe befasia, ashtu siç ju paralajmëruam se ka mundësi të ndodhen edhe befasia. Për çështjen e trajtimit, domethënë tash do të fillojmë me trajtimin e disa kolonive që nuk kanë sjellën mjalt, do t'i trajtojmë për antivarro edhe këtë do ta trajtojmë, ose si bëhet trajtimi, ata e keni epizod të veçantë në kanalin tonë Bletaria Shqip. Edhe një informacion më rëndësi, Halil shumë shpesh na vjen pyetje kur ti trajtoj. Unë preferoj, kjo është mendim personal, trajtimi të bëhet pas vjeljes së mjaltit. Po. Për shkak se atëherë kemi hek mjaltin e trajton kolonien pa problem fare. Dhe nuk kam mbetje në mjaltin e kemi të pastër 100%. Po. Atëherë shihemi në episodin e radhës. Subscribe dhe like. Çdo të mirë.